rinumërohet Fieri pas një provë. Nuk ka absolutisht asnjë provë në Fier. Partia Demokratike ka pretendime. Më fal, pretendime, po prova po flasim. Pretendime, provat i kanë, pjesën filmike. Në Fier, të lutem, në Fier, nuk është Partia Demokratike që ka kërkuar rinumërim. Është një tjetër që para zgjedhjeve thoshte, nuk e dia u ka thënë dhe juve, do marrë 71 mandate, pas zgjedhjeve është me 1 mandat, dhe thot, më kanë vjedhur 70 mandate. Se si mund të vjedhen 70 mandate, vetëm një magjistar si puna e tij mund ta perceptoj, por po them, që këto s'kan pikë rëndësie. Madje s'ka rëndësi tani. Braçe, mund mos vidhen, jo, mos të vidhen 70 mandate, po edhe të konfirmojnë pak se si janë 12 mandatet PS-s. Të lutem, ta mbaroj. Pra, të gjitha këto s'ka pikë rëndësie më sot, edhe këto që po them. Madje s'ka rëndësi fare as historia e kësaj mundësie për të rinumëruar votat, pra që jemi ne, ata që kemi krijuar këtë mundësi, për çdo lloj opozite, edhe për veten, po edhe për ta, dhe që po e shfrytëzojnë për herë të parë këta, kaq fort dhe kaq masivisht, këta, por duhet thënë që janë në të drejtën e tyre, edhe në Tiranë, edhe në Fier, edhe në Durrës dhe ku të duan ata. Janë në të drejtën e tyre që bëhet rinumërim. Pyetja që kam unë është, në qoftë se pas rinumërimit konfirmohen po këto mandate, do kenë më fytyrë të gjithë këta? Do kenë më fytyrë?